Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit rreth ngjarjeve në jetën e artistëve shqiptar. Dua të komentoj dhe dua të sjell pranë jush emisionin e radhës që do të sjellën Luiz Eili. Luizi do të sjellën një emision light show. Është një emision i cili do të jepet natën, do të jetë një nga emisionet që besoj do të tërheqën një audiencë të papar dhe do të na bën për vete në çdo fundjavë. Emisionet të tilla në Shqipëri kemi patur, nuk është se s'kemi patur, por sa kanë arritur që të tërheqin audiencën dhe ta bëjnë në fakt për vete audiencën. Tani, çfarë është emisioni Light Night Show? Do të thënë çfarë është ky lloj emisioni? Është një format emision argëtues që transmetohet zakonisht në mbrëmje të vonshme dhe përfshin intervista me personazhe të njohur, humor, skeqe komike, muzikë live dhe diskutime mbi ngjarjet e ditës. Ky format, ky lloj emisioni është shumë i përhapur në SBA edhe në vendet e tjera. Do të thënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besoj e keni parë, ky lloj emisioni është jashtëzakonisht i klikueshëm. Është emision pozitiv. Do të thënë Luizi me natyrën që ka, është fiks brenda karakterit të tij në këtë emision. Me thënë bëhet me një tavolinë të bukur, mund të bëhet edhe pak më moderne, do të thënë mund të që tavolina mund të jetë pak më moderne, është një studio me shumë drita, por jo drita shumë të theksuara, i ka drita do të thënë të tipit natyrës diskoteke, një studio që dhuron dashuri, një studio që dhuron energji të mirë dhe mund të fton politikan, mund të fton artist, por për t'i nxjerrë nga kostumi i përditshmërisë, do të thënë nuk do të jetë nëse fton e politikan, nuk do të jetë emision debativ politik, por emision me energji të mirë, ku me to mund të lozen dhe lojra, do të thënë të argëtohet pafund me publikun që të sjellë një dramë të bukur dhe ta shijojnë këtë emocion. Do të thënë është një studio gjigande, nuk është studio e vogël, për të arritur të realizosh këtë emision duhet një studio gjigande se afërsisht do të thënë duhet të jenë 3 skena në të njëjtën studio. Në pikë të parë skena ku do të pozicionohet orkestra, që këngëtari do të ketë mundësinë të këndon edhe disa këngë live, do të jetë pjesa e hyrjes, nga që ky lloj emisioni bëhet me lëvizje, do të thënë mysafiri do të futet nga prapas skena, sepse zakonisht moderatori pjesën e parë që në këtë rast, do të thënë Luizeli duhet ta hapën vetë ai, duke treguar një moment do të thënë një skeç humoristik, një batut e tjerë, gjë që në fakt do ta mbërthen publikun për ekrani, më pas do të thënë do të jetë këndi intervistës, është një lloj emisioni shumë i bukur që unë e them që mediave shqiptare ju mungon dhe besoj që Luizeli këtë gjë do ta sjellën më së miri. Pritet me shumë dashuri, jam i bindur që do të jetë një ambient i mrekullueshëm brenda televizionit të topit aty ku ndërtohet në fakt kjo studio dhe besoj që do të duartrokitet me shumë dashuri nga publiku.